Dhe e fundit për këtë round është Sasa. Dhe për kushtrimin, se më kanë mytë. Ku e sheh veten më mirë? Në politik, në televizion, apo si businesswoman? Businesswoman edhe në televizion. Përgjigje e Sasës, se i doli tjetër gjë. Po mos shpreso ka gjatë, sepse pse gënjen si kur e pëlqen kushtrimi? Pse gënjen? Po, ju lutem respekt. Sasa. Krejt e din që se kam gënyu edhe kam thonë në prime edhe kam thonë publikisht që e pëlqej kushtrimin. Edhe e pëlqej. Okej. Dhe fundit. Në qoftë se ke vendosur të lësh shtëpinë, pse prite nominimin? Sa ashtu rastisi. Me thonë, kisha vendosur që dalë premten, unë nominova atë premten edhe do dalë premten. Okej. Faleminderit Sasa, kjo ishte raundi i dytë i pyetjeve anonime dhe tani është përsëri koha për muzikë. Dhe vjen të ndezë atmosferën Labinot Regja! Vazhdoni ju, vazhdoni. Ciao, që kena thonë